Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe Ministri i Bujqësisë Andi Salla u mblodhën këtë të martë në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për të raportuar mbi situatën aktuale në vend për shkak të motit të keq që ka prekur Shqipërinë. Në mbledhje prezent ishën edhe prefektët e qarqeve, ndërsa ministrat bën me dije për gatishmëri të plotë nga ana institucionale, duke bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe shmangje të zonave me risk. Vengu theksoi se deri më tani situata është nën kontroll. Me bërë një vlerësim paraprak ditën e shtunë, bëm Komitetin e Emergjencave dhe shpërndam të gjithë hartën e rrezikut në rang vendi, duke përqendruar qoftë forcat, qoftë edhe mjetet në ato zona ku vlerësohesh risku më i madh. Konkretisht, në orët e para të mëngjesit kemi një agravim të situatës në Durrës, në zonën e Kënetës, Spital, po gjithashtu në zonat urbane të qytetit të Durrësit, ku janë realizuar edhe disa ndërhyrje pranë banesave, si kundër dhe kufizuar aksesi në disa shkolla për efekt të situatës të ujrave në mbar qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër, jemi në terren me forcat të shtuara, mjete, pompa të gatishmërisë maksimale dhe të kapacitetit lartë në zonën e Durrësit sipas kërkesës së prefekturës. Për momentin situata konsiderohet të jetë në kontroll, por gjithsesi mbetemi vigjilent pasi gjithë ky front meteorologjik do të vazhdojë gjatë pasdites dhe gjatë mbrëmjes. Gjithashtu, ministri Salla tha se ai dhe ministri Vengu do të jenë në terren për të qenë koherent me situatën, si dhe u bën thirrje institucioneve përkatëse, nga ekipet e emergjencave e deri te garantimi i energjisë elektrike për zonat e prekura. Sa i përket Ministrisë Bujqësisë, e gjithë ekipi i Bujqësisë kanalizimeve dhe drejtoritë të varësisë janë në dispozicion të situatës, sidomos në situatën ku në Shkodër kemi një përje më të lehtë të zonave, por Lezhë dhe Durrësi ka një problematikë që lidhet me përmbytjen e disa zonave në tokën bujqësore. Kryesisht janë disa hektar aktualisht të përmbytura, por dhe strukturat janë në gatishmëri. Do të bëjë thirrje prefektëve për të koordinuar me bashkinë, drejtoritë e bordeve të rregullimit janë në koordinim të plot me bashkitë, por ne duhet që të kemi një koordinim edhe me emergjencat civile dhe bordet e rregullimit për shkak të problematikave që lidhen me përmbytjet në disa nga kanalet kryesor që rrezikojnë të dalin nga shtrati. Do të jemi edhe në terren së bashku me ministrin për të koordinuar dhe për të qenë së bashku në situatë në koherente dhe secilin për jush në këto dy zona do të ndjekim situatën nga afër për të monitoruar të gjithë problematikat dhe për ndërhyrë në mjetet të tjera nëse do të jetë e nevojshme në këtë situatë. Deri më tani, problematika më të mëdha janë shfaqur në qarkun e Durrësit dhe të Lezhës, ku raportohet për banesa dhe toka bujqësore të përmbytura.